Tradhtova burrin me mikun e tij më të ngushtë, sepse ai më mbylli jetën, nuk mendova kurrë se do vinte dita të rrefeja këtë histori. As ta pranoja me zë të lartë, e jo më ta shkruaja. Por ndonjëherë, kur je mbyllur mes katër mureve të një martese që nuk të lë të marrësh frymë, gabimi duket si i vetmi shpëtim. Gjithçka nisi ngadalë, aq ngadalë, sa nuk e kuptova kur kalova vijen. Një martesë që nisi me dashuri kur u martuam. Burri im ishte gjithçka që kisha ëndërruar. I kujdesshëm, xheloz në mënyrën që në fillim të dukej romantike. Të dua dhe kam frikë të humbas, më thoshte shpesh. Unë e besoja, e ndjeja veten të zgjedhur, por dashuria që kontrollon, me kohë shndërrohet në burg. Fillimisht ishin gjëra të vogla. Mos u vish kështu të shohin shumë. S'ka nevojë të dalësh çdo fundjavë. Shoqet e tua nuk më pëlqejnë. Pastaj erdhi ndalimi i hapur. Klubet u bën tabu. Daljet me shoqet luks i ndaluar. Telefonatat të kontrolluara. Orari i numëruar. Unë isha grua, jo fëmijë, por fillova të ndihesha si një. Ai që më dëgjonte miku i tij ishte gjithmonë aty. E njihja prej vitesh. Ishin rritur bashk, kishin kaluar gjithçka bashk. Ai ishte ndryshe nga burri im. Më i qetë, më i butë, dëgjues. Në fillim flisnim rastësisht. Shaka, biseda të zakonshme, asgjë e rrezikshme. Por një mbrëmje, pas një sheri tjetër për faktin se doja të dilja me shoqet për ditëlindjen e një prej tyre, u ula dhe qava. Ai më pa, nuk dukesh mirë, më tha. Jam lodhur, ju përgjigja. Dhe për herë të parë, dikush më dëgjoi pa më gjykuar. Nga fjalët e ndjenjat bisedat u shtuan. Mesazhet u bën më të shpeshta. Jo flirt, jo prekje, thjesht kuptim, empati. Diçka që më mungonte prej kohësh. Ai më thoshte, nuk është normale të ndaloj. Je njeri, ke nevoja. Nuk je pronë e askujt. Fjalë të thjeshta, por për mua ishin si ajër. Fillova të pres momentin kur do ta shihja. Jo për diçka fizike, thjesht për të qenë vetja, pa frikë. Nata që ndryshoi gjithçka një natë. Burri im nuk ishte në shtëpi. Kishte dalë me shok. Ironike, apo jo? Ai kishte liri. Unë jo, miku i tij erdhi për një kafe. Ishte e pafajshme. Të paktën kështu menduam, biseduam gjatë. Qeshëm, heshtëm. Sytë tanë u ndalën më gjatë se ç'duhej. Nuk ishte plan, nuk ishte hakmarrje. Ishte një çast dobësie që kishte kohë që rritej. Kur ndodhi, e dija që po shkatëroja gjithçka, por për herë të parë pas shumë kohësh, u ndjeva e dëshiruar, jo e kontrolluar. Faji dhe çlirimi pas asaj nate, nuk isha më e njëjta. Faji më gëryente, por njëkohësisht, diçka brenda meje ishte zgjuar. Kuptova se problemi nuk ishte clubi, ishte mungesa e respektit, mungesa e lirisë. Tradhtia nuk ishte zgjidhja, por ishte simptoma, nuk vazhduam. E dinim që po bënim gabim. Ai u tërhoq. Unë u mbylla në vetvete. Martesa ime ishte thyer, edhe pse askush nuk e dinte. E vërteta që them sot, kur e shoh veten në pasqyrë, nuk justifikohem. Nuk jam krenare, por as nuk gënjej veten. Nuk tradhtova sepse doja aventura. Tradhtova sepse u ndjeva e mbyllur, e vogël, pa zë. Dhe nëse dikush po lexon këtë histori dhe mendon, si munde? Përgjigjja ime është e thjeshtë. Askush nuk gabon në një martesë ku ndihet i lirë. Heshtja, dyshimi dhe momenti ku gjithçka filloi të shëmbet pas asaj nate, shtëpia ime nuk ndryshoi. Mobiljet ishin po aty, muret po aq të ftohta, zëri i televizorit në mbrëmje njësoj. Por unë nuk isha më e njëjta. Burri im fliste, unë dëgjoja. Pyeste, unë përgjigjesha shkurt. Ai nuk e dinte çfarë kishte ndodhur, por e ndjente që diçka ishte çliruar brenda meje. Dhe kjo e tremte. Kontrolli u kthye më i fort ironikisht. Pas asaj nate, ai u bë edhe më kontrollues. Sikur instinkti i fliste. Pse je kaq e heshtur? Me kë po flet kaq shpesh? Mos më fsheh gjë. Çdo pyetje më shponte ndërgjegjen. Doja të bërtisja të vërtetën, por e dija se e vërteta nuk do të sillte drejtësi, vetëm shkatërim. Ai nuk kërkonte sinqeritet, ai kërkonte bindje. Miku i tij u zhduk nga ana tjetër, miku i tij u tërhoq plotësisht. As mesazhe, as shikime, as përshëndetje të ngrohta. Kur takoheshim rastësisht, ishte i ftohtë, i distancuar, dhe kjo më dhembi më shumë se sa prisja. Jo sepse doja më shumë, por sepse për herë të parë dikush kishte parë versionin tim të vërtetë, dhe tani po sillej sikur nuk ekzistoja. Fillova të kuptoj vetenetve pa gjumë, pyesja veten, a isha grua e keqe, apo isha grua e lodhur? E kuptova diçka thelbësore. Tradhtia nuk më kishte bërë më të lumtur, por më kishte bërë më të vetëdijshme. Nuk doja dy burra. Doja një jetë ku nuk duhej të kërkoja leje për të marrë frymë.
Shenjat e para të dyshimit një mbrëmje, burri im më tha, miku im ka ndryshua. As mua nuk më flet si më parë. Zemra më ra, nuk tha asgjë tjetër, por mënyra si më pa ishte ndryshe. Ishte vëzhguese, e ftohtë, analizuese. Ai kishte filluar të lidhte fijet. Përballja e brendshme atë natë kuptova se nuk mund të vazhdoja kështu. Jo për fajin, por sepse po humbisja veten, duke u shtirur çdo ditë. Isha në një martesë ku nuk më lejohej të dilja, nuk më besoi edhe tani. As nuk më njihte më vendosa diçka në heshtje. Nuk do të kërkoja falje për një jetë që nuk e kisha jetuar kurrë. Një pyetje që ndryshon gjithçka pak ditë më vonë. Burri im më pyeti drejt për drejt. A je lumtur me mua? Ishte hera e parë që nuk më pyeti çfarë bëra, ku shkova apo me kë fola. Ishte pyetja e gabuar në momentin e gabuar. Dhe unë heshta, sepse ndonjëherë heshtja është përgjigja më e dhimbshme. Zbulimi, shpërthimi dhe vërteta që nuk thehet më pas ka një moment në çdo gënjeshtër të gjatë kur e ndjen se fundi po afrohet. Nuk e di si, por trupi ta paralajmëron para mendjes. Unë e ndjeja çdo ditë, në mënyrën si burri im më shikonte, në heshtjet e tij të gjata, në pyetjet që nuk i bënte më, por që i mbante brenda. Ai nuk më kontrollonte më si më parë. Dhe kjo ishte edhe më e frikshme. Kur kontrolli u kthye në ftohtësi, nuk më pyeste më ku po shkoja. Nuk më merrte më në telefon çdo orë. Në fillim mendova se më në fund po ndryshonte, por shpejt kuptova se ai nuk kishte pushuar së dyshuari, kishte filluar të vëzhgonte. Një pasdite, ndërsa po përgatisja darkën, ai më tha qetë, sonte do dal pak më herët. Asnjë shpjegim, asnjë arsye, vetëm një fjalë e thatë. Dhe për herë të parë, isha unë ajo që u ndjeva jashtë kontrollit. Kur e vërteta del nga goja e të tjerëve, zbulimi nuk erdhi nga unë. Nuk erdhi as nga miku i tij. Erdhi nga një person i tretë, nga një fjalë e hedhur pa menduar, nga një copës bisede që nuk duhej ta dëgjoja. Një afër me tij, pa e ditur asgjë, tha. Sa keq që ai nuk flet më me shokun e tij, u prishëm pa asnjë arsye. Mënyra si burri im reagoi ishte ajo që më tradhtoi gjithçka. Nuk u habit, nuk pyeti, thjesht shtrëngoi nofullën dhe heshti. Ai e dinte, ndoshta jo gjithçka, por mjaftueshëm, përballja atë natë, kur u kthye në shtëpi, nuk bërtiti, nuk bëri skena, më kërkoi të ulesha, më thuaj vetëm një gjë, më tha, a më ke tradhtuar? Nuk kishte zemërim në zërin e tij, kishte lodhje, dhe krenari të plagosur, në atë çast kisha dy rrugë, të gënjeja dhe të vazhdoja një martesë të vdekur, ose të thoja të vërtetën dhe të shkatëroja gjithçka. E kuptova se gënjeshtra kishte qenë burgu im i dytë. Po, i thash, vetëm kaq, shpërthimi i vonuar ishte zgjati disa sekonda. Pastaj shpërtheu, me kë? Zëri i tij dridhej, nuk ja thash emrin. Nuk ishte më e nevojshme. Ai e kuptoi vetë, dhe kjo e theu më shumë se çdo fjalë. Ai bërtiti, "Qau." Më akuzoi, më quajti gjithçka që një burr i lënduar mund të thotë, dhe kishte të drejtë për dhimbjen e tij, por jo për burgun që kishte ndërtuar rreth meje. Kur më tha, "Ta kam dhënë gjithçka", ju përgjigja për herë të parë pa frikë. Jo, më more gjithçka. E vërteta që dhemb të dy palët i thash për ndalimet, për mungesën e lirisë, për mënyrën si më kishte bërë të ndihesha e vogël. Jo si justifikim, por si shpjegim. Ai më pas sikur po më shihte për herë të parë. Ndoshta sepse për herë të parë po flisja pa leje. Fundi një martese, jo një jetë, ajo natë nuk mbylli gjithçka me njëherë, por e vulosi fundin. Nuk kishte më kthim pas. Besimi ishte thyer. Frika ime ishte zhdukur. Kur shkova të flija, nuk qava për martesën. Qava për vite që kisha kaluar duke menduar se dashuria ishte kontroll. Dhe kuptova diçka që më ndryshoi përgjithmonë. Tradhtia ishte fundi i martesës, por heshtja kishte qenë fillimi i shkatërimit, largimi, pasoja dhe dita ku fillova të marr frymë sërish pas asaj nate. Shtëpia nuk ishte më shtëpi. Ishte një vend ku çdo objekt mbante peshë, ku çdo zhurmë dukej si akuzë. Nuk flisnim më, nuk ziheshim më. Heshtja kishte zënë vendin e gjithçkaje. Dhe ndonjëherë, heshtja është vendimi më i qartë. Vendimi për t'u larguar nuk u largova me njëherë. Qëndrova disa ditë, duke mbledhur rrobat, mendimet, kujtimet. Çdo gjë dukej më e rëndë se sa ishte në të vërtetë. Ai nuk më ndaloi, nuk më kërkoi të rria. Dhe kjo më tregoi se, thellë brenda, edhe ai e dinte që kishte humbur. Kur mora valixhen dhe hapa derën, më tha vetëm, "Po ikëm përfundimisht." U ktheva dhe e pash. Nuk kishte më zemërim. Vetëm një burr që kishte humbur kontrollin dhe, bashkë me të, edhe martesën. Po, i thash, ishte fjala më e vështirë dhe më e lehtë që kisha thënë ndonjëherë. Reagimi i botës, largimi im nuk mbeti sekret. Familja e tij u kthye kundër meje. Fjalë,
Akuza. Turp publik. Askush nuk pyeti pse kisha duruar aq gjatë. Të gjithë pyetën vetëm si guxova. Në këtë histori, unë isha fajtore. Arsyet nuk kishin më rëndësi. Edhe shoqet e mia u ndanë në dy grupe. Ato që më kuptuan dhe ato që më gjykuan në heshtje. E mësova shpejt. Kur zgjedh veten, humbet shumë njerëz. Ai që u largua pa u kthyer miku i tij u zhduk plotësisht nga jeta ime. Nuk më kërkoi, nuk më shkroi, nuk më premtoi asgjë. Dhe ndoshta kjo ishte gjëja më e drejtë që bëri. Ajo që ndodhi mes nesh nuk ishte dashuri. Ishte një pasqyrë, një moment ku pash se çfarë më mungonte. Nuk e fajsoj, as nuk e romantizoj. Dita kur mora frymë pas disa javësh, u gjenda vetëm në një apartament të vogël, me qira, me pak rroba dhe shumë mendime. Ishte hera e parë pas vitesh që askush nuk më pyeste ku po shkoja. Një mbrëmje, dola vetëm për kafe. U ula, porosita, qesha me veten. Nuk ishte club, ishte thjesht liri, dhe kuptova se nuk më kishte munguar zhurma e natës. Më kishte munguar e drejta për të zgjedhur. Pasojat që nuk zhduken ka net që më vjen turp. Ka ditë që pyes veten nëse mund të kisha vepruar ndryshe. Tradhtia nuk më bën heroin, as viktim të pastër, por më bëri të zgjohem. Nuk u largova sepse rash në dashuri me dik tjetër. U largova sepse nuk doja të humbisja veten. Një vërtet përfund nëse dikush po lexon këtë histori dhe ndodhet në një marrëdhënie ku kontrolli maskohet si dashuri. Dua të them vetëm këtë. Mos prisni të gaboni që të justifikoni largimin. Liria nuk duhet paguar me faj. Letra që nuk ja dërgova kurrë dhe paqja me veten ka kaluar kohë që nga dita kur u largova. Nuk e numëroj më sakt, sepse plagët nuk maten me kalendar. Ato maten me heshtje, me kujtime që vijnë pa ftesë, me momente kur e gjen veten duke menduar. Po sikur, por sot, për herë të parë, ndjej se nuk më dhemb më njësoj. Letra që mbeti në sirtar këtë letër e kam shkruar disa herë. E kam grisur po aq herë, sepse nuk e dija nëse ishte për të apo për mua. Nuk po të shkruaj për të kërkuar falje, sepse ajo që ndodhi nuk mund të fshihet me fjalë. Po të shkruaj sepse dikur ishim dy njerëz që donim njëri tjetrin, por nuk dinim si. Ti më deshe siç dia ti, me frikë, me kontroll, me nevojën për të mos më humbur. Unë të desha duke heshtur, duke u zvogluar, duke menduar se dashuria do të mësonte vetë të ishte e butë. Gabova. Por gabimi im ishte fundi, jo fillimi. Fillimi ishte dita, kur pushova së qeni vetja për të mbajtur ty të qetë. Sot nuk të urej, as nuk të dua më, të kujtoj si një pjesë të jetës sime, që më mësoi çfarë nuk dua të jem më. Letra nuk u dërgua kurrë, dhe ndoshta kjo ishte mënyra më e shëndetshme për ta mbyllur. Jeta pas tu i sot dal kur dua. Kthehem kur dua. Takohem me kë dua. Dhe e çuditshmja është se nuk kam më nevojë të ik. Nuk kam më nevojë të provoj asgjë. Liria nuk është rebelim, është qetësi. Nuk u hodha në krahët e askujt tjetër për të mbushur boshllëkun. Vendosa të ri me veten, të mësoj kush jam pa frikë, pa ndalim, pa justifikime. A ja vleti? Kjo është pyetja që më bëhet më shpesh, dhe përgjigjja ime nuk është e thjeshtë. Nuk ja vleti dhimbja, nuk ja vleti turpi, nuk ja vleti mënyra si u thye gjithçka, por ja vleti zgjuarja. Sepse sot e di se dashuria nuk kërkon të dorëzosh jetën për ta mbajtur gjallë. Për ty që po lexon se je në një lidhje ku duhet të shpjegosh pse po qesh, pse po del, pse po merr frymë ndryshe, kjo nuk është dashuri. Mos prit një tradhti, mos prit një skandal, mos prit një fund të dhimbshëm për të zgjedhur veten. Zgjedhja e vetes nuk është egoizëm, është mbjetesë. Mbyllja kjo histori nuk ka fitues, as viktima perfekte. Ka vetëm njerëz që u lënduan sepse nuk dinin të donin ndryshe. Dhe unë sot jam mirë, jo sepse harova, por sepse u fala vetes.